Vetëm kjo shpresa se mund të zgjidhet ndonjëherë, se mund të ushtrohet mjaftueshëm presion qeverisë që të bëjë një hap prapë, ose fshatarët do të ndërgjegjësohen që problemi atyre po themi fshatarëve të Lumit Vlorës është i njëjtë me problemin e fshatarëve të Veriut në Mardanesh, në Klose, kudo tjetër, dhe të dalim përtej asaj që ushqen retorika e Diramës, e cila shkon aty dhe o thotë ju i kam shumë xhan fshatarë dhe nuk i marr ujin, pa ma uji nuk është vetëm i juaj, është edhe tyre të tjerëve, dhe ata të tjerë janë oligarkët në thelb. Pra aq kohë sa nuk arrin ta kuptojnë një gjë kaq të thjeshtë, që do duhet t'i përbashkonte në kauz, sepse duhet kuptojmë që vetëm duke u bashkuar e pare punës dhe vetëm duke e sjell zërin në qendër, pra në diskutimin e ditës, në edicionin e lajmeve që ndodh vetëm nëse vinë në Tiranë, sepse vërtet ne shkojmë dhe i vizitojmë aty ku e kanë hallën, dhe ata mendojnë që në atë lokalitetin e tyre duke u mbledhur, duke protestuar, ndërkohë janë të vetëdijshëm se janë shkelur edhe ato pak norma ligjore që ekzistojnë në atë lokalitet, në procedurën e vjedhjes së ujit po u bëhet, atëre do duhet detyrimisht që këtë si kauz përbashkuese ta sjellin në qendër, ta ngrënë zërin maksimalisht dhe ne të bëjmë tonën, sepse për këtë angazhohemi për problemet e njerëzve të thjesht, dhe ta risjellim në vëmendje në qendrore, si më thënë, të diskursit publik. Vetëm kjo shpresa se mund të zgjidhet ndonjëherë, se mund të ushtrohet mjaftueshëm presion qeverisë që të bëjë një hap prapë.